të shfrytëzoj rastin edhe unë. Faleminderit kryesues, para se me fol për çet pikë trendit ditës, e kërkova fjalën edhe në pikën e tjetër trendit ditës. Asnjëherë nuk e pash që këtu ka tendencë për mu diskutu për të mirën e qytetarëve, mirë po veç mund shumë në gjëra personale. Na jemi mësu, unë personalisht jam mësu me juve që çdo dështim që e keni pas gjatë këtyre mandateve, gjithmonë më akuzu tjerë. Borejen ja u ka nal dikush, ujësjellsin ja u ka nal dikush, traktorat ja u nal dikush, po veç po harroni që ju jeni përgjegjës për këto dështime që i keni bërë deri tash. Po them këto në këtë pikë për shkak se kemi edhe planin e punës për 6 mujorin. Domethënë kanë kalu 14 vjet, ju vazhdoni me na akuzu neve si opozit për dështimet e juja. Kryetari një 3 vjet na pa tranu me borejen, na i keni nal, ju jeni të fort, ju jeni kështu, ai ministër, ky ministër, po unë e bëj se s'muni me mnal, nuk e bëni. 14 vjet, na jem dëshmitar që ky nuk mujti me bë dhe në fund e pa ta thonë që e çoj flamurin e bardhë. Gjithashtu, ujësjellsin, kjo ja ka nisë mu diskutu qysh në vitin 2013. I kanë shti do gypa, i kanë hek do gypa, herë qojnë për Prizren, herë për ase, po asë një herë nuk kanë ditë ku kanë pas me lidhë. Edhe në fund, del një akuzoni një asamblesë, i cili e ka obligim ligjor, e kombëtar, e njerëzor, me shpërfaq ata që ka mendojnë që është në keqen e qytetarëve. Edhe me pa qenë dikush prej neve kundër ujësjellsit, besoni që nuk ishin dalë me diskutu për atë pjesë, po veç e kishin lonë qashtu edhe s'kishit pas ju mundësi me akuzu kërkan. Më thonë, na në vazhdimsi jemi